udhëzim që jemi prapë bashk. Në fakt, ajo që do të shohim sot, thash Zot, ta predikoj një këtë mesazhin pastaj hajde ti. Jo, beshakan, nuk I them Zotit nga këto gjëra, po vërtet ajo që po e them me këtë është se vërtet kam shumë gëzim për këtë që do të predikoj sot nga fjala e Zotit. Në fakt, ka disa javë që jam lutur në lidhje me këtë, mirë po ja që u krijuan ashtu rrethanat edhe sot dhe javës tjetër, në fakt do të flasim për këtë temë që do të shohim sot së bashku. Nuk është një pasazh I vetëm nga shkrimi, por është nga gjithë Bibla, në fakt, sepse bën fjalë për fjalën e Zotit. Edhe e them këtë sepse është një gëzim në zemrën time për faktin që unë kam privilegjin që ta lexoj, ta studioj edhe të gëzohem në urtësinë e Perëndis, ashtu si çdo njeri për jush ka kënaqësi, po unë kam shumë kënaqësi vetë në fjalën e Perëndis, e çmoj e vlerësoj edhe e dua fort me gjithë zemër, e bëj këtë deklarat publike përpara jush për të thënë ndonjë gjë që s'ka qenë e vërtet për mua gjatë viteve, po sepse është një realitet. Edhe në fakt e kam me shumë gëzim këtë që do të them sot e ripërsëris. Tani sot do të shohim tre folje urdhërore në mënyrën urdhërore dhe janë kaq të rëndësishme për ne. Edhe ne vërtet jemi një kishë mbi 30 vjeçare në Shqipëri, po kjo nuk do të thotë që nuk kemi nevojë për këto gjëra që ne do të shohim sot së bashku nga fjala e Zotit. Dhe unë dua ta nis me një varg që mund ta kthej përmbys mënyrën se si ne mendojmë Biblën. Për shembull, është një varg shumë I njohur. Vërtet, Romakët 10 vargu 17 thotë kështu pra, besimi vjen me anë të dëgjimit dhe dëgjimi me anë të fjalës së Perëndis. Ta dëgjojmë edhe një herë në heshtje. Besimi, kështu pra, besimi vjen me anë të dëgjimit dhe dëgjimi me anë të fjalës së Perëndis. Ky është një nga vargjet më të rëndësishme, mendoj, në të gjithë Biblën për jetën tonë të përditshme. Dikush mund të thotë pse? Sepse Zoti ka zgjedhur që të na zbulojë se si rritet, si ndërtohet besimi ynë. Edhe ne duhet jetojmë me anë të besimit, po si rritet, si ndërtohet besimi. Dhe Pali nuk thotë që besimi vjen nga emocionet, nëse e lexoni këtu me vëmendje, nuk thotë që besimi vjen nga eksperiencat e jashtëzakonshme, por thotë besimi vjen nga dëgjimi I kujt? I fjalës Perëndis. Shikoni sa e thjeshtë dhe sa e bukur është. Pra rrjedha është e qartë. Shikoni me vëmendje, është fjala, dëgjimi dhe besimi. Fjala, dëgjimi, besimi, sepse thot besimi vjen me anë të dëgjimit dhe dëgjimi me anë të fjalës Perëndis. Pra është fjala, dëgjimi, besimi. Kjo është rrjedha. Pa fjalën nuk ka dëgjim të vërtetë të Zotit, edhe shikoni me vëmendje, pa dëgjim besimi mbetet I dobët, mbetet emocional, mbetet si përfaqësor dhe kur fjala dëgjohet, dhe sot vëllezër motra ne dëgjojmë fjalën përmes leximit të saj, atëherë besimi rritet, jeta jonë transformohet edhe Zoti flet. Kështu që pyetja për ne sot është, shpesh themi që besimi ynë është I dobët. Pse? Pse është I dobët? Pse shpeshherë dyshojmë? Pse na duket sikur Zoti është larg? Sepse Romakët 10 dhe vargu 17 që ne lexuam së bashku na jep diagnozën. Nuk e kemi dëgjuar fjalën mjaftueshëm. A mos është kjo arsye nuk e kemi dëgjuar fjalën mjaftueshëm? Mjekimi është I njohur. Mjekimi është Bibla, është vetë fjala e Zotit. Le ta plotsojmë pak themelin edhe më shumë. Shikoni tek Ungjilli I Gjonit, ndërkohë që Jezusi po fliste me një grup njerëzish të mësuar shumë nga ana e teologjike, ai u thot atyre, hulumtoni shkrimet, se ju mendoni që në tokë keni jetë të përjetshme dhe shkrimet janë ato që dëshmojnë, thot Krishti, për mua. Ato janë që dëshmojnë për mua. Pra, Bibla nuk është thjesht një libër me ligje, nuk është thjesht një libër me histori, ashtu si I ka këto, pa diskutim, po Bibla është libri që zbulon Krishtin. Është libri që zbulon Krishtin. Kur ne hapim Biblën dhe e lexojmë, nuk po hapim një libër thjesht, le ta kuptojmë këtë gjë, megjithëse kemi vite në këtë kishë, por ne po hyjmë në një takim, ne po takohemi me birin e Perëndis, që na flet përmes faqeve të këtij libri. Dhe Pali para se të ekzekutohej, në një farë mënyrë I lë Timoteut një lloj testamenti shpirtëror. Për shembull, megjithëse ai e dinte që do të kthehej te Timoteu dhe mezi priste që ta takonte, ai I thot atij derisa të vi unë, kushtoi vëmendje, thot, leximit, nxitjes doktrinës, po thot, kushtoi vëmendje leximit. Interesante. Dhe ju mund thoni, po ne
Kemi kaq vite si kish, edhe unë kam kaq vite si besimtar, mund thuash për veten tënde dhe mund të flasim për leximin e fjalës Perëndis, po, për leximin e fjalës së Zotit. Prandaj Pali thot Timoteut, që ishte një pastor i ri, një predikues i fjalës së Zotit, thot kushtoi vëmendje leximit. Jo thjesht kushtoju leximit, po kushtoi vëmendje. Pra përkushtoju leximit, shikoje me kujdes, bëje këtë jetë. Edhe kjo temë është aq e pasur sa që ne do ta ndajmë në 2 pjesë. Sot do të shohim, siç thash, vetëm 3 pika. Javën që vjen do të shohim 2 të tjera. Hapi i parë që do të shohim sot është hape Biblën, hape fjalën. Është kaq e thjeshtë, sepse Bibla e mbyllur nuk të flet kurrë. Hapi dy të lexoje, sepse përmes leximit Zoti të flet ty. Ky është ai dëgjimi për cilën bën fjalë Romakët kapitulli 10 edhe vargu 17. Kështu pra besimi vjen me anë të dëgjimit dhe dëgjimi me anë të fjalës së Perëndis. Dhe hapi i tretë është besoje, sepse besimi vjen nga dëgjimi i fjalës së Zotit, vjen nga Bibla që dëgjojmë. Tani, ju lutem, ky predikim është për mua së pari. Edhe e them këtë gjë që unë nuk po ngre dorën sot edhe gishtin drejt ndonjërit për jush në mënyrë specifike as pak. Thjesht po ngre lart një pasqyrë, dakor, që të shihemi të gjithë në pasqyrën e fjalës Perëndis. Së pari, le të shohim atë që pikën e parë për sot që është hape fjalën e Zotit, sepse Bibla e mbyllur nuk të flet kurrë. Kjo është më e thjeshta, më e njohuara si pikë. Hape fjalën e Zotit, sepse Bibla që është mbyllur sa do me vlerë që të jetë nuk do të na flas. Nuk mund të na flas. Nuk është lojë fjalës. Shikoni tek profeti Isaia, në kapitullin 36 bëhet fjalë për Edomin në kontekst. Edhe aty bëhet fjalë për një gjykim që Zoti do t'i jepte popullit e Edomit në kontekst. Edhe në vargun 16, shikoni me vëmendje, thuhet, kërkoni në librin e Zotit, vini re, dhe lexoni. Edhe shikoni fjalën që thuhet, asnjë nga këto s'ka për të dështuar, etj. Me radhë është fjala e Zotit është shumë e qartë. Por thot, kërkoni në librin e Zotit dhe lexoni. Dhe kërkoni në librin e Zotit, kjo presupozon hapjen. Nuk mund të kërkosh në një libër të mbyllur. Edhe Zoti nuk thot që, disi është puna, vëre Biblën në vitrinë apo në raft. Nuk e thot një gjë, nuk e thot që ne duhet ta puthim sa herë vjen Pashka dhe Krishtlindja, e dim këtë, ne jemi një kish këtu që e lexojmë, e studiojmë fjalën e Zotit, po shpesh herë ne e lëm fjalën e Zotit, e lëm mënjan. Edhe kjo ka shumë kuptim për të menduar, sepse fjala e Zotit ose Zoti thot aty, kërkoni dhe lexoni, hyni brenda, hyni në fjalën e Zotit. Dhe diagnoza pse e mbajnë Biblën e mbyllur, doni ta dini pse besimtarët nuk e hapin Biblën rregullisht? Jo se e harrojnë, jo se nuk kemi kohë, arsyeja e vërtet dhe më e thellë është sepse e dim se çfarë thot fjala e Zotit. Prandaj nuk e hapim Biblën rregullisht. Ti mund thuash çfarë po thua? Po, e dim saktësisht, e dim që sapo ta hapim me sinqeritet këtë libër, Zoti do të vër gishtin aty ku është problemi ynë. Tek ai zemërim që ushqejm me bashkëshorten. Tek ai thashë them që po e përsërisim. Tek ajo lidhje që e mbajmë të fshetë, tek ai mëkat me të cilin po bëjmë paqe, tek ai dembelizëm, të cilin ne po justifikojmë, tek ajo zili që po ushqejmë në heshtje për tjetrin më të suksesshëm. Dhe ne nuk duam ta dëgjojmë, sepse e dini, dëgjimi do të kërkojë veprim dhe veprimi do të kërkojë sakrificë, prandaj e mbyllim ose nuk e hapim fare Biblën. Po shpeshherë në Biblën nuk e hapim sepse e dim se çfarë do të na thotë. Tregohet një shaka e vjetër mes pilotëve, unë do ta lexoj. Një pilot i ri e pyeti instruktorin: "Po sikur të më fiken të 2 motorët natën të avionit, çfarë të bëj?" Instruktori i tha: "Rrëshqit nga dal poshtë dhe kur t'i afrohesh tokës, ndiz dritat e uljes dhe shiko çfarë ke poshtë." Piloti i ri u përgjigj: "Po sikur të mos më pëlqej ajo që shoh." Instruktori u përgjigj: "Atëherë fiki dritat." Ne qeshim, po saktësisht këtë bëjmë me fjalën e Zotit, e hapim. Drita e saj na tregon se çfarë kemi përpara. Na tregon zemërimin, mëkatin, neglizhencën, problemin që kemi, urrëtitjen që kemi për dikë, komunikimin jo të duhur në marrëdhënie me dikë, mëkatin që ruajmë, vesin që mbajmë.
Edhe nuk na pëlqen ajo që shohim. Dhe kur nuk na pëlqen ajo që shohim, atëherë fikim dritën. E mbyllim librin. Po fikja e dritës, mbyllja e Biblës nuk e ndryshon tokën poshtë. Vetëm na lë të përplasemi kështu në errësirë. Edhe është e tmerrshme. Drita nuk është armiku ynë, është shpëtimi ynë. Një predikues i vjetër ka thënë në mënyrë të manitshme, ose ky libër do të mbajë larg mëkatit, ose mëkati do të mbajë larg këtij libri. Të dyja nuk mund të ndodhen njëkohësisht. Njëra do të fitojë. Pyetja është, cila po fiton në jetën tonë? Ne duhet jemi të gëzuar që kemi në dorë fjalën e Zotit. Le të mos shndrohet ajo në një mobilje. Fjala e Perëndisë. Nuk mund të themi që ne admirojmë fjalën e Zotit, admirosh fjalën e Zotit, ta nderosh atë, e nderojmë duke e hapur fjalën e Perëndisë. Jo duke e lënë si një mobilje. Ne shqiptarët kemi nderin e kemi të shenjtë në kuptimin e mikpritjes, e kam fjalën një pjesë e mirë e shqiptarëve, na pëlqen që të mikpresim, të tregojmë bujari dhe e kemi këtë, në fakt në pjesën më të madhe. Kur na vjen dikush në shtëpi për vizitë, nuk e lëm gjysë ore pa i dhënë një qerasje, apo të japim bombone, apo një pije, apo çfarëdo që të jetë kur është për drek i ftuar. Shikojmë nëse pjata boshatisë, themi dëgjoj, haj edhe këtë, provoj edhe këtë, shikon, nuk të lë pa ëmbëlsirë apo gjëra, më thënë që mund t'i themi. Edhe këtë e bëjmë nga mikpritja dhe dëshira dhe gëzimi. Na vjen turp nëse miku rri 5 minuta pa pasur një gjë përpara. Po për Biblën çfarë mund të themi? Për fjalën e Perëndisë së gjallë. Ndërkohë që kemi dëshirë për miqt që të ulen me ne, të dëgjojmë, të kuvendojmë bashkë, të ndajmë hallet edhe të flasim, të tregojmë edhe të shprehemi, edhe kemi dëshirë të dëgjojmë për atë që ai ka për thënë, po për fjalën e Zotit, nëse për mikun nuk e lëm dot 5 minuta pa një qerasje. Edhe presim të dëgjojmë prej tij. Zotin e lëm pa e dëgjuar një javë, 2 javë, 1 muaj, 5 muaj. Nuk e nderojmë Biblën duke admiruar, e nderojmë duke e hapur. Shkurt fare, caktojmë një orë specifike çdo ditë për hapjen e Biblës. Jo kur të kem mundësi. Nëse i thua vetes që kur të kem mundësi, mundësia nuk do të vi. Nëse ikën në punë në mëngjes, nuk e di çfarë ore del nga shtëpia, mund të çohesh në 6, në 6:15, në 6:30, varet nga orari që ikën, edhe caktoj një kohë me fjalën e Perëndisë. Nëse hap Biblën, telefonin lëre në dhomën tjetër, lëre në dhomën e ndenjes, nëse je në dhomën ku fle. Lëre në kuzhinë. Lëre. Bibla në dorë, telefoni jashtë, diku gjetk. Bëje Biblën të dukshme në shtëpi. Fjalën e Zotit. Lëre të komodina kur çohesh në mëngjes e ke aty. Mos e fut në sirtar. Mos e fut Biblën në sirtar. Ose aty larg te raftja ku e lë. Lëre te tavolina ku ha mëngjes. Lëre aty që ta shikosh. Lëre te divani ku ulesh në dhomën e ndënjes aty, sipër në krye të divanit, që ta shikosh. E do kesh mundësi ta zgjasësh dorën edhe ta hapësh. Kur Bibla qëndron e fshehur harrohet, kur qëndron e dukshme kujtohet. Bëje fjalën e Zotit të dukshme në jetën tënde. Hape Biblën edhe kur të frikson, sepse drita që ekspozon është drita që shëron. Tani, kjo për hape, për pjesën e pikës parë hape, do të thënë, nuk është e vështirë për ta kuptuar dhe kam më pak, por le të shohim këtë pjesën e dytë, sepse dakor, të hapëm Biblën. Sa mirë, bravo, por hapja nuk mjafton, duhet ta lexojmë. Edhe le të mbajmë mend atë që thuhet e Romakët 10:17. Çfarë thuhet? Besimi vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. Dëgjimi vjen me anë të fjalës së Perëndisë. Pra leximi është dëgjimi i Zotit që flet. Nuk është thjesht një aktivitet me sy, leximi. Dhe ja për këtë do të flas. Sepse kur hapim Biblën dhe syt shkojnë mbi faqet e Biblës, Zoti na flet personalisht, por ka një problem. Shumica prej nesh
edhe ndonjëherë e bëjmë të gjithë këtë gjë, që të mos përjashtoj askënd, por lexojmë mekanikisht. Hapim Biblën edhe syt kalojnë nga një varg tek tjetri dhe gishtat, si thua, i hapin faqet e Biblës, i ndrojnë, mbarojmë njërin, mbarojmë tjetrën. Puna është që ka qenë një lexim mekanik edhe nuk ka qenë dëgjim. Ju mund thoni si mund të ndodhë një gjë e tillë. Besimi nuk rritet, edhe pse themi që kam lexuar Biblën sot. Në qoftë se është e tillë. Shikoni një varg tek Isaia kapitulli 29 dhe vargu 13. Dakord, këtu bën fjalë që për ata njerëz që duhet ta besojnë, duhet ta dëgjojnë duke ju bindur fjalës së Zotit. Megjithatë shikoni parimin që nxjerrim nga ky varg. Prandaj Zoti thotë, meqense ky popull më afrohet pranë me gojën e vet, e më nderon me buzët e veta, pra shprehet mirë për mua, por zemra e tyre është zhvendosur, thot, larg meje, zhvendosur. Mendoni, ka qenë këtu si është zhvendosur larg, ka një distancë. Kjo është ideja. Është zhvendosur larg meje dhe frika ndaj meje u është mësuar atyre me anë të parimeve të njerëzve. Tani, ke qenë ndonjëherë në këtë situatë, çohesh në mëngjes, hap Biblën, lexon vargun e parë, vargun e dytë, vargun e tretë, e mbarove këtë faqe, kalon tek faqja tjetër, pastaj vazhdon lexon edhe syt nga e majta në të djathtë faqet kthehen, kur arrin në fund, thua, e mbarova për sot. E lexova Biblën. Po mund ta pyesësh veten, e ke pyetur ndonjëherë çfarë lexova sot? Ka qenë ndonjëherë përgjigja heshtje? Çfarë ke lexuar, çfarë ke mësuar? Nuk mban mend asgjë. Syt lexuan, gishtrin të kthyen faqet, ora kaloi, por mendja ka qenë tek seriali i ri që ke filluar. Apo tek grindja që ke pasur me shefin e punës dje, apo tek gjella që do të bësh në drek, apo ku diun se çfarë. Bibla është hapur, por shpirti i mbyllur. Zoti foli, por ti nuk dëgjove. Është më mirë të lexosh disa vargje me kuptim, se sa shumë kapituj pa kuptim. Zoti nuk mban së pari statistikën e kuotave të leximit, ai shikon zemrën, ai do që ne ta dëgjojmë atë, jo thjesht ta lexojmë Biblën mekanikisht. Ky nuk është lexim Bible, është rit pa zemër, është rit pa dëgjim, është rit pa frikë ndaj Zotit. Zoti nuk është i mahnitur nga sasia që ne lexojmë, ai do bisedë, jo procedurë. Zoti nuk është Zoti i procedurave. Një varg tek profeti Isaia dhe do të marr një shembull këtu, mbretin Josia, po shikoni këtu se dora ime i ka bërë të gjitha këto. Si edhe të gjitha ato që kanë qenë, thot Zoti. Por unë do t'i kthej syt te ky njeri, te cili njeri do t'i kthej syt Zoti? Pikërisht tek ai që është i varfër dhe i një frymë të thyer, dhe vini re pjesën e fundit dhe dridhet nga fjala ime. Se njeri mund të jetë i varfër, po punë madhe. Jo. Dhe dridhet nga fjala ime. Dhe dridhet nga fjala ime. Kjo është ajo çfarë të bën përshtypje. Pyetje drejt për ne, sepse e marrim Biblën shumë lehtë. A kemi frikë ne nga fjala e Zotit? Vërtet. Sepse Zoti e thot qartë, te ky njeri do t'i kthej syt, jo tek i dituri, jo tek i pasuri, jo tek ai që le thot se lexon shumë kapituj, por tek ai që dridhet nga fjala ime. Ne shqiptarët kemi frikë nga shumë gjëra. Nga sëmundjet kemi frikë nga mungesa e parave, kemi frikë për të ardhmen e fëmijëve, kemi frikë se çfarë do të thonë të tjerët. A kemi frikë nga fjala e Zotit? A dridhemi kur Zoti na flet dhe ne nuk bindemi? Kur me koshiencë bëjmë të kundërtën e asaj që Zoti na thot, a kemi frikë? Sepse ai që dridhet nga fjala atij i kushton vëmendje Zoti. Tek ai i kthen syt. Te libri i dytë i mbretërve është një mbreti Josia. Prifti Ilkia gjeti librin e Zotit në tempull. Mendoni kishin dekada pa librin e ligjit të Zotit. E në një moment e gjejnë librin e ligjit të Zotit dhe çfarë bën Ilkiau? Shkon dhe e lexon në praninë të mbretit librin e ligjit. Edhe mbreti kur i dëgjoi
fjalët e librit të ligjit. Kur I dëgjoi fjalët e librit të ligjit, ai grisi petkat e veta. Ai dëgjoi fjalët e librit të ligjit. Fjalët e librit të ligjit të Zotit. Interesante, edhe unë nuk e kam vargun këtu, po u thot atyre, shkoni, këshilloni me Zotin për mua, për popullin dhe për gjithë Judën, për sa u përket fjalëve të këtij libri që është gjetur, sepse e madhe është mëria e Zotit që është ndezur kundër nesh, për shkak se etrit tanë nuk ua kanë vënë veshin fjalëve të këtij libri për të vepruar në përputhje me gjithçka që është shkruar në lidhje me të. Dhe Josiau grisi rrobat, është shenjë biblike pendeses dhe në nështrimit përpara Zotit, kështu e gjejmë këtu, dhe ai u drodh para fjalës pikërisht ashtu siç kërkon Isaia 66 edhe vargu 2. Ai nuk e trajtoi Biblën si një tekst të vjetër, po ju përgjigj ashtu siç e konsideronte me të vërtet si fjala e Zotit. E tha, o Zot, çfarë ka ndodhur kështu? E madhe është mëria jote. Se ne nuk kemi qenë kurkund në bazë të asaj që thot fjala jote. Edhe ai u trondit, ai grisi rrobat e tij. Shenje pendeses e nënshtrimit përpara Perëndisë, edhe pyetja për ne është, ai përgjigjemi në fjalës së Zotit me të njëjtën dridhje? Apo lexojmë pas një reagim të zemrës? Le të bëj një ushtrim me ju, e kemi bërë dhe më përpara në kish, po disa pyetje praktike. Përgjigjuni me zemër. Në qoftë se unë do t'ju kërkoja disa vargje për rritjen e fëmijëve sot, a mund t'i citosh cilat janë, a mund t'i gjesh? Më thuaj 2-3 vargje. Çfarë thot Bibla për rritjen e fëmijëve? A mundet t'i thuash? Çfarë thot Bibla për të dhjetën dhe ofertat? A mundet t'i citosh, të hapësh Biblën tani dhe të nxjerrësh përpara e thuaj ja se çfarë thot Zoti për të dhjetën dhe ofertat? Çfarë mendon Zoti për punën dhe punëdhënësin? Çfarë mendon Zoti? A mund thuash çfarë thot Zoti për punëmarrësin? A mund citosh 2-3 vargje? Ku janë? Mundet? Çfarë thot? Cili është mendimi I Zotit për punëdhënësin? A mund t'i gjesh ku janë ato vargje? Cilat janë? Çfarë mendon Zoti për paratë, për pasurinë? Cili është mendimi I tij? A mund ta hapësh Biblën edhe ta gjesh, thuash, ja çfarë thot, unë e di se çfarë thot. Çfarë mendon Zoti për pushtetet, për autoritetet, për pushtetarët, me që po ndodhin dhe këto gjëra sot. A mund të ta gjesh nga Bibla cila është këshilla? Mos më pyesni mua sot se dikush do ofendohet, nëse do më pyesësh për këtë, ai do ulemi në kafe, të jap mendimin tim personal pa diskutim. Por cili është mendimi I Zotit? A mundet ta dish cili është? Sa prej nesh mund t'i përgjigjemi me siguri këtyre pyetjeve? Jemi të shpejtë të citojmë analist, filozof, specialist për këto fusha? E në fakt, po të pyesësh një analist, një specialist, një filozof, çfarë mendon ti për këtë, edhe ai të citon një filozof, të citon, një shkrimtar, po të pyesësh një të krishterë, a e di ai cili është mendimi I Zotit për këto fusha? E di ti se cili është mendimi I Zotit për fushat e jetës të cilën ne jetojmë? Çfarë mendon Zoti për këto? Çfarë mendon Zoti për këto gjëra? Pse nuk e dim ne? Sepse nuk e lexojmë këtë libër. Nuk e lexojmë këtë libër. Edhe mendja jonë është mbushur me libra të tjerë ndoshta, me opinionet e tjerëve, me filmat, me serialet, po për mendimet e Zotit, për fëmijët, për martesën, për punën, për parat, për pushtetet, për jetën, në përgjithësi, në veçanti, specifikisht, ne nuk dim asgjë, pothuajse. Pse? Nëse është e vërtetë për ty. Unë nuk e di. S'vë bas për asnjërin, por them, pse nuk dim disa gjëra që duhet të dim? Pse bota na shtyn përpara me opinionet e veta, mendimet e veta, edhe ne nuk kemi siguri në atë që Zoti thot. Dhe pastaj çuditemi pse familjet tona janë në krizë. Pse martesa dobësohen, pse fëmijët tanë janë larg Zotit, pse kemi probleme në punë, në shkollë, në marrëdhënie me njerëzit, sepse po jetojmë sipas mendjes së botës dhe jo sipas mendjes së Zotit. Zoti ka folur, por ne nuk e dëgjojmë. Nuk e dëgjojmë. Ligji për të rirë. Duhet ju tregoj sa serioz është Zoti për leximin e përditshëm të fjalës. Unë thash,
Dikush ndoshta mendon e thot, po ne kemi kaq vite si kishte ti flet që ne duhet të lexojmë Biblën. Po Zoti është shumë serioz në leximin e shkrimit. Është shumë serioz për këtë gjë. Shikoni tek ligji për të rirë në fakt na jepen prerogativat se çfarë duhet bënte një mbret që do të ishte në pushtet. Edhe është ai që do të ishte guvernatori, qeveritari, mbreti quhej në atë kohë i popullit. Edhe thotë do të ndodhë që kur të ulet mbi fronin e mbretërisë së tij, ai do të shkruaj për veten e vet, për vetë, thotë një libër, një kopje të këtij ligji sipas atij që është përpara priftërinjve Levit. Edhe shikoni me vëmendje. Jo vetëm që do ta shkruaj, po thuhet. Dhe libri të jetë me të. Dhe ai ta lexoj, thotë, në të gjitha ditët e jetës së tij që të mësoj. Tani ne lexojmë këtu të ketë frikë Zotin. Do ta them këtë pjesë, po është shumë e rëndësishme. Por ky njeri që do të jetë në krye, do të ketë këtë libër që do të jetë me të, dhe ai do ta lexojë në të gjitha ditët e jetës së tij që të mësoj. Edhe mbreti që do të ishte në krye të popullit të Perëndis, që të kishte urtësinë e duhur, ai duhej të mësonte. Ju mund toni, po mirë, nuk flitet këtu për urtësi që ti po thua. Ai kishte nevojë të mësonte që të kishte frikë Zotin. E dini çfarë do të thotë të kesh frikë Zotin? Janë dy gjëra që thuhet te libri i fjalëve të urta se çfarë do të thotë të kesh frikë Zotin. Frika e Zotit është fillimi i kujt? Tjetër, kjo është në kapitullin e parë. Në kapitullin 9, frika e Zotit është fillimi i urtësisë. I diturisë, i urtësisë. Do me thënë, dituria, njoja, urtësia nuk fillojnë me shkollën. Megjithëse shkolla është e mirë, po fillon me të njohurit e Zotit, me frikën e Zotit, le ta them këtë. Me frikën e Zotit. Më fal, po si mund ta mësojmë ne frikën e Zotit? Nëse ne nuk e dëgjojmë shkrimin, fjalën e tij. Por jemi si ato gështenjat, kështu që ja bëjmë paf, edhe gjithmonë kundërshto këtë, kundërshto atë, edhe me lezet përpara të tjerëve, duke hedhur poshtë urdhrimet e fjalës Perëndis. Edhe duke mos e respektuar fjalën e Zotit, ashtu siç është. Kush ta jep ty të drejtë, këtë të drejtë? Kush na jep ne këtë të drejtë? Ne kemi nevojë çdo ditë të jetës tonë të lexojmë librin e fjalës së Zotit. Kemi nevojë sepse është si ushqim, është ushqim, jo si ushqim. Le të them këtu se do bëj krahasimin pas pak. Çfarë e quajmë në fjalën e Zotit? Literaturë? Kemi këtë të rënd tash ti. Hajde ta lexoj, hajde të gjej. Kjo nuk më pëlqen kjo fjalë. Çfarë po bën? Ulu dhe lexoj, ulu krahasoje, shikoje. Çfarë po bën? Kush je ti? Kam këtë me zipres, do pi një kafe tani, do them këtë gjë, do them atë gjë për fjalën e Zotit. Ulu dhe studioje, mësoje atë fjalë që nuk e di. Përpiqu të kuptosh arsyen pse është aty. O nuk më pëlqen kjo, nuk më pëlqen ajo. Lexoje fjalën e Zotit. Lexoje fjalën e Perëndis. Që të mësosh. Ndryshe nuk ke për të mësuar frikën e Zotit. Që është fillimi i njohurisë, fillimi i urtësisë. Edhe mbreti duhet mësonte vazhdimisht. Është një pyetje shokuese. E dini kujt i referohej ky varg që ne po lexojmë? E dini kujt i referohet ky? I referohet Davidit. Njeriu sipas zemrës së Perëndis. Ai do të vinte më pas, ne e dim, janë shumë të tjerë, po njëri prej tyre që duhet i referohet Davidit. Davidit, kështu e quan vetë Zoti atë Davidin, njeriu sipas zemrës së tij. Nuk do t'i lexoj këto vargje, po ja i keni këtu. Njeriu sipas zemrës së Zotit. Edhe çfarë do thotë jesh njeri sipas zemrës së Zotit, është ai që përmbush të gjithë vullnetin e Zotit. Ky varg që ne lexuam bashk, shikoni, i referohet atij që shkroi shumë nga psalmet, atij që mposhti Goliathin,
Davidi, që e ka njohur më thellë se shumica e besimtarëve, që e ka njohur Zotin më thellë se shumica e besimtarëve sot në kohën që ne jetojmë. Davidit pra, ai kishte nevojë të lexonte Biblën çdo ditë të jetës së tij. Njeriu sipas zemrës së Zotit. Dini kujt i referohet ky varg, jo vetëm Davidit, kujt i referohet? Solomonit. Mendoni pak. Njeriu ose mbretit le të them më të mençur që ka jetuar ndonjëherë. Ati që shkroi fjalë të urta dhe librin e predikuesit. Atij referohet ky varg. Mbretëresha e Shebës, ju kujtohet kur shkoi që të shikonte Solomoni, kishte dëgjuar shumë ajo, kur pa pallatin, kur pa mbretin, veshjen e tij, kur ai ngjitej, shërbëtorët, veshjet e tyre, ushqimin, gjithçka që ajo pa. E dini çfarë ndodhi me ta? Ajo u pa taks, domethënë. Domethënë, e kuptojmë si fjalë, domethënë mbeti pa frym. Thuhet fjalën e Zotit, nuk kishte frym. I ra damllaja, domethënë, nëse se dikush thotë çfarë çan këto fjalë që nuk e di. Po këtë e di, vërtet. Ajo u mahnit. Ajo u mahnit. Kur dëgjoi diturinë e tij. Kur dëgjoi diturinë e tij. Edhe Solomoni kishte nevojë ta lexonte Biblën çdo ditë jetës tij. Solomoni. Tani vjen pyetja për ne, pyetja që duhet na ul në gjunjë sot përpara Zotit. A jemi ne më të mirë se Davidi? A jemi ne më të mirë se Solomoni, më të mençur se Solomoni? Apo jemi afër tyre? Nuk e di si mendoni ju. Por nëse Davidi kishte nevojë të lexonte Biblën çdo ditë, sa më shumë ne. Në rast se Solomoni, njeriu më i mençur që ka veç Krishtit, do kuptohet, ka jetuar ndonjëherë, kishte nevojë të lexonte Biblën çdo ditë, të gjitha ditët e jetës së tij, si thuhet aty. Në të gjitha ditët e jetës së tij. Sa më shumë ne. Po themi që mund t'ja dalim ban me një varg të Biblës në mëngjes? Vërtet? Mundemi t'ja dalim? Po themi që mund të jemi besimtar të pjekur duke hapur Biblën të dielën dhe asnjë ditë tjetër? Apo e lëm në raft e lexojmë një postim në Facebook apo në një rrjet social, edhe themi unë e mësova se çfarë thot fjala e Perëndis? Kjo është mendjemadhësi shpirtërore. Zoti e di që edhe njerëzit më të mirë, edhe Davidi, edhe Solomoni kanë nevojë çdo ditë për fjalën. Mendja jonë harron, zemra jonë rrëshqet, pa ushqim të përditshëm dobësohemi, nëse nuk jemi më të mirë se Davidi, nëse nuk jemi më të mençur se Solomoni, ashtu si kundërshohim, atëherë le ta lexojmë Biblën çdo ditë jetës. Le ta lexojmë Biblën çdo ditë jetës. Jo si ligj, por si nevojë. Sepse kemi nevojë për fjalën e Perëndisë, sepse duhet ta duam fjalën e Zotit. Lexojmë Psalmin 119. Çfarë thot ai? Ai për atë ishte jeta e tij, për atë psalmist. Fjalët aty janë të mahnitshme. Çfarë dashurie që kishte, jo nga detyrimi, ai kishte një dashuri për fjalën e Zotit. Ai nuk mund të rrinte, nuk mund të jetonte dot pa fjalën e Zotit. Edhe ne mendojmë që jemi kaq të mençur. Le ta lexojmë çdo ditë fjalën, Biblën. Po flas hapur, ne jemi sot brezi i televizorit, i kompjuterit, i telefonit smart, domethënë ky është brezi që jetojmë, kemi stërvitur veten. Në fakt e kemi stërvitur veten me video, shikojmë video gjithandej. Edhe kjo është bota sot, është bota e imazhit. Kështu përcillet, kështu serviret sot. Edhe në kohën tonë, për shembull në brezin tim, ne ishim njerëz që shikonin më shumë faqet e librit. Sot shikohen web, shikohen faqet digjitale. Sot kështu është bërë koha. Mirë po, ka një ndryshim goxha të madh, sepse nëse ne fokusohemi vetëm tek videot, që ta marrim mesazhin tek ajo që është e dukshme, tek ajo që ne mund ta shohim, atëherë ne e kemi trajnuar mendjen tonë mbrapsht. Ne duhet ta trajnojmë mendjen ndryshe. Shikoni tani, kur ne futemi në një libër, ose le ta marr konkretisht, kur ne lexojmë nga fjala e Zotit, themi, po ku janë figurat këtu? Ku janë ato që shikojnë në YouTube? Dakor, ku janë ato imazhe që fjala e Zotit ka plot
figura aty që përmend pa diskutim, por kur lexojmë fjalë, ne themi po ku janë këto imazhe, sepse jemi mësuar që t'i marrim gjërat gati të stervirura, siç i pëlqen botës, siç i pëlqen realitetit të botës ku ne jetojmë sot, që është shpeshherë dukje, imazh edhe jo e vërtetë. E gjen të vërtetën pa diskutim në imazhe, sigurisht, por sot është shumë më vështirë ta gjesh të vërtetën në video dhe në imazhe. Nuk diskutohet. Edhe ne kemi trajnuar mendjen tonë me anë të dukjes, nëpërmjet imazhit, nëpërmjet videos. Edhe nuk është kjo mënyra e dur se si duhet ne të jemi në jetën tonë, vëllezër motra. Prandaj Zoti ka vënë fjalë. Edhe fjalët shkruan, jo vetëm fliten. Fjala e Zotit është e shkruar. Amen. Ka edhe libra sot që shkruan. Por fjala e Zotit është e shkruar, edhe unë do të jap ndryshimin se cili është ndryshimi. Shikoni, Zotit i pëlqen një popull që mendon. Edhe fjalët që shkruan, vjen me vëmendje. Fjalët që shkruan na bëjnë që ne të mendojmë. Fjalët na bëjnë që ne të meditojmë. Edhe Zotit i pëlqen një popull, ai do një popull që mendon. Një popull që mediton. Edhe sfida për brezin tonë dhe për ne sot është që ne duhet ta trajnojmë mendjen tonë, zemrën tonë, tek njerëz që dëgjojnë fjalën e Zotit. Që dëgjojnë fjalën e Perëndis. Ka imazhe, ka figura në Bibël, mënyrën se Zoti e ka ndërtuar fjalën e tij është vërtet, mënyra se Zoti e ka ndërtuar fjalën e tij është e mahnitshme. Por Zotit i pëlqen një popull që mendon, sepse syt nuk janë problemi. Vëllezër motra, ne mendojmë që syt janë problemi, duhet kemi përpara syve këtë gjë, atë gjë, ta shohim këtë video. Jo, zemra është problemi. Zemra është problemi vërtet. Edhe kur ne i çojmë syt tek fjala e Perëndis, ta dini që zemra do të ripërtërihet. E ne do të ndryshojmë edhe do të, le të them, ritrajnojmë veten tonë në leximin e fjalës Perëndis. Dikush mund të thotë prit sepse tani na ndave pak sepse ne jemi njerëz që lexojmë. Po, unë e di që besimtarët lexojnë, shikojnë një video dhe lexojnë komentet poshtë. Pa diskutim. Jo vetëm lexojnë komentet, por lexojnë përgjigjet e komenteve që dikush ka bërë. Po jo vetëm përgjigjet e komenteve, por lexojnë komentin e përgjigjes së komentit që dikush ka bërë për atë video apo për atë gjë. Edhe mund të kalojnë me orë të tëra duke lexuar, duke shfletuar, edhe nuk lodhen fare, ndërkohë që kur hapin fjalën e Perëndisë zë gjumi. Çfarë duam ne? Çfarë duam ne? Prandaj Zoti kërkon të lexojmë fjalën e tij, si i tha Pali Timoteut, kushtoju me vëmendje leximit. Kushtoju. Sot njerëzit shohin video dhe mendojnë që din. Jo, dia vjen përmes leximit dhe aty vjen frika e Zotit në fakt. Ka fjalën për besimtarët. Imazhi është i jashtëm, zemra është e brendshme. Fjala ka një fuqi që nuk mund të barazohet me fuqinë e imazhit. Imazhi mund të jetë i rrem, fjala e vërtetë e Zotit të godet. Edhe ne duhet ta trajnojmë mendjen nga fillimi, disiplinë, jo argëtim. Kur bëhet fjalë për fjalën e Perëndis. Fjalët kërkojnë mendje aktive, fjalët kërkojnë meditim. Zoti është i mençur, prandaj na ka dhënë fjalën e tij në fjalë. Dhe jo në figura. Sa e bukur që është. Sepse fjalët kërkojnë një mendje aktive. Po çfarë është ky leximi? Cila është fuqia e këtij leximi? Po, leximi ka fuqi, e dini? Leximi ka fuqi, dhe unë do t'ju tregoj ndryshimin. Një zbatim, lexo me zë të lartë. Kur lexon Biblën, ju mund thonë çfarë? Ju mund thoni, a janë vete tani se prit, avash. Prit.
këto I lexuam. Shikoni, para se ta jap atë te vepra 8. Romakët 10:17. Kështu pra, besimi vjen me anë të dëgjimit dhe dëgjimi me anë të fjalës Perëndis. Opa, e mësuam vargun përmendësh, thotë që besimi vjen nga dëgjimi. Kur lexon me zë, shikoni, është një këshill praktike, veshi yt e dëgjon fjalën gjithashtu. Leximi bëhet fjalë për fjalë dëgjim. E dini ju që edhe besimtarët e hershëm, le ta them, kishte prej tyre që lexonin me zë fjalën e Perëndis? Ja, unë një do t'ju jap, pastaj shikoni Filipi. Filipi ishte duke ndjekur kë. Kush ishte ky te vepra 8? Eunuku Etiopas. Ky I besonte Zotit, por nuk ishte I shpëtuar se duhet t'i besonte kujt? Krishtit, amen? Zoti jep dëshmi për këtë njeri para se ky të shpëtojë. Edhe vërtet është e veçantë si mund t'jap Zoti një dëshmi për një njeri para se të shpëtojë, dhe Zoti e dha një dëshmi për këtë. Por Filipi thot vrapoi ku ishte ai në karrocë, apo ishte kështu që arriti, e mbani mend historinë që të mos merrem me detaje shumë. Dhe dëgjoi të lexonte profetin Isaia dhe tha, a e kupton? Çfarë po lexon? Çfarë po bënte eunuku? Isaia 53. Ku e kam këtu? Okej, 53. Dakord. Po lexonte gjithë kapitullin, po arriti tek vargu 7, thot ai u shtyp dhe u sfilit dhe prapë se hapi gojën, është quar si një qengjë në therrje, si një dele që ri gojë mbyllur, përpara që tharve, kështu nuk e hapi gojën. Vjen Filipi aty dhe thot, e dëgjon që ky po lexonte me zë të lartë shkrimin. Edhe duke u nisur, I tha, e kupton atë që lexon, nuk e kemi këtu. Këtu e kemi. E kupton atë që lexon e ky tha, si do kuptoj ata kur nuk ka njëri që të më shpjegojë. Dhe pastaj duke u nisur nga ai shkrim, çfarë bëri Filipi? I predikoi Jezusin, I shpalli Jezusin atij. Sa e bukur që është. Ky qenë që tha, ja kush është. Ja, është pikturon, është një pikturë, është një imazh, është një pikturë e Krishtit, ai u therr në kryq, ai shkoi pa e hapur gojën. Dhe ky njeri lexonte me zë të lartë. Interesante. Provoje nesër mëngjes, lexoje kapitullin me zë, qoftë edhe t'ulet. Provo ta lexosh kapitullin e Biblës. Do habitesh sa më shumë do dëgjosh. Zëri e ndalon mendjen të arratiset. Është diçka e veçantë kur ti me zë fokuson edhe vëmendjen aty. Mendja jote është aty sepse vën në punë kë, edhe dy shqisa, të parit dhe të dëgjuarit, I ke aty. Provo një herë, jo, ti nëse jemi dis njerëzve, nuk je I marrë që të fillosh e të lexosh me zë të lartë, por nëse je vetëm ose provo ta lexosh me zë, edhe ke për të parë sa më shumë ke për të dëgjuar. Është një këshill e mirë, vëre në provë. Zbatimi 2. Kur fjala të ekspozon, mos ik, pendohu në moment. Nëse je duke lexuar, Zoti vë gishtin diçka në jetën tënde nuk shkon, mos vazhdo të lexosh vargun tjetër. Ndalo aty. Dhe rfej Zotit mëkatin tënd. Mos bëj një lutje kështu fluturake të përgjithshme, Zot më fal gjitha mëkatet. Jo, rfe zemërimin tënd ndaj bashkëshortes. Rfe problemin specifik që ti ke, thuaja Zotit ashtu siç është. Thuaja Zotit. Mos bëj lutje fluturake. Thuaj Zotit. Zot fale. Këtë gjë, më fal. Konkretisht. Pastaj hape përsëri Biblën, hape përsëri, vazhdo leximin. Së treti, cilësi parasasisë, mos e mat leximin me kapituj, por me dëgjim. Vër patjetër një shënjestër, do lexoj kaq kapituj, është një gjë shumë e mirë, por dëgjoje, nëse mendja fluturoi te faturat që si ke paguar, te punat, te seriali, ktheju prap. Bëja të pyetje vetet, çfarë lexova sot? Çfarë mësova sot?
edhe ktheju përsëri. 3 vargje të duhura, të dëgjuara, që u ke kushtuar vëmendje vlen më shumë se 30 vargje që nuk i ke dëgjuar. As që diskutohet. Bëj pyetjen, çfarë më tha Zoti sot? Lexo me plan, jo rastësisht. Shiko, vlla, motre dashur. Bibla ka 66 libra. Mos mendoj që Zoti ka folur vetëm tek Marku, Mateu, Luka dhe Gjoni. Zoti flet në 66 librat e Biblës. Nëse mendon që Zoti ka folur, i ka frymëzuar vetëm Mateun, Markun, Lukën dhe Gjonin, me që këto janë më të njohurit, po them. Thuaj Zotun do lexoj Levitikun, librin e numrave. Zoti flet në të gjithë Biblën. I gjithë shkrimi është i frymëzuar. Dakor, mos i kalon. Ndonjëherë do fillojmë këtu të studiojmë Levitikun së shpejti më shpres. Ja se si dihet, por domethënë se mund të vi Zoti më shpejt, unë nuk e di. Ideja është që ne kemi nevojë të lexojmë fjalën e Perëndis. Jo pjesërisht, jo aty ku na pëlqen, vetëm librin e psalmeve. Ka besimtarë, unë e di, që kanë vite lexojnë vetëm librin e psalmeve. Çfarë po bën? Lexo fjalën e Zotit, çfarë thotë ai? Ai në vete, lexo fjalën. Lexo fjalën e Zotit. Tani, se mos shkon tani dhe lexon direkt Levitikun. Jo, bëje, pa problem, dhe librin e numrave. Shikoni librin e numrave, sidomos nga një pjesë e madhe e tij. Pastaj fillojnë me ato historitë librin e numrave. Ku ka emra të tëra. Po Zoti ka folur në të gjithë Biblën dhe lexoje me zemër. Zoti shikon zemrën, jo numrin e faqeve. Dhe së treti, shumë e rëndësishme, do mbaroj me këtë, është besoje, sepse besimi vjen nga dëgjimi. Kjo është pika qendrore e ditës së sotme, le ta them, po pas hapjes, pas leximit të Biblës vjen besimi. Apo jo, edhe një herë vargun që ta kemi përpara syve. Besimi nuk vjen nga ajri, besimi nuk vjen nga emocionet, besimi vjen nga një vend i caktuar, vjen nga dëgjimi i fjalës Perëndis. Kur e hap Biblën, kur lexon me zemër, Zoti flet, ti e dëgjon, besimi ynë rritet. Pse besimtarët thonë që besimi është i dobët, pse unë dyshoj në jetën time të krishter, përgjigja sipas Palit është e drejtë për drejtë. Nuk e ke dëgjuar fjalën mjaftueshëm. Nuk e ushqyer prej saj. Besimi yt ka uri. Besimi yt ka uri. Shikoni një vend tjetër, shikoni sa e lidhur që është fjala me njëra tjetrën. Letër parë Tesalonikas është vargu i njohur, shumë thotë, edhe për këtë arsye falenderojmë pa ndërprerje Perëndin, sepse kur ju e pranuat fjalën e Perëndis, që dëgjuat prej nesh dhe nuk e morët atë si fjalë njerëzish, por siç është në të vërtetë fjala e Perëndis, gjithashtu vepron efektshëm në ju që besoni. Shikoni çfarë thotë. E morët, e dëgjuat, e pranuat, siç është në të vërtetë fjala e Perëndis, që vepron efektshëm në ju që besoni. Edhe keni fjalën e Zotit, keni dëgjimin, keni besimin. Ja, si lidhet. Na vjen një mesazh në grupin e familjes në WhatsApp. Mbase ju ka ardhur juve, nuk e di. Uji me limon esë dhe mëngjes pastron organizmin dhe shëron gjithçka. Pa autor, pa burim, pa asnjë provë, dhe nesër mëngjes gjysma e familjes është me një limon në dorë. Jo që të bëj ujë me limon edhe të pi. E besua me njerë pa pyetur fare. E që në base është e vërtetë, mos ujë me limon është i mirë. Kurse Zoti i Universit që nuk ka gënjur kur, që mban yjet në vend, thot në këtë libër mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja paraqesni kërkesat tuaja Perëndis me anë të falënderimesh, me përgjërim. Ne themi, se e lehtë për të thënë. I themi Zotit që nuk gënjen. Dhe sa ai që ka thënë për ujin me limon, e morëm direkt. E shihni absurditetin? Mesazhin anonim e besojmë për 5 sekonda. Fjalën e Perëndis si gjallë dhe mbajmë në karantinë. E kuptojmë fjalën karantinë për vite të tëra. Ky është problemi i besimit tonë. Jo që s'dim të besojmë, por që besojmë gjithçka përveç fjalës. Unë përpara por tek letra e 2 e Timoteut kapitulli 3 dhe vargu 16 thotë i gjithë shkrimi është dhënë me anë të frymëzimit
të Perëndis. Dhe është i dobishëm për doktrinë, për qortim, për korrigjim, për udhëzim në drejtësibërje. Tani, Zoti që bëri njeriu edhe i frymoi atij, nuk është fjala spirit, është breathe, besoj se keni parasysh edhe në anglisht, domethënë është frym, i frymoi, është ka jetë, domethënë është fryma e jetës. Edhe njeriu bën një shpirt i gjallë, thuhet te Zanafilla 2 dhe vargu 7, kur Zoti krijoi Adamin, çfarë bëri? Fryu në vrimat e hundës, një frymim jete. Dhe njeriu bë shpirt i gjallë, thuhet. E njëjta frym që fryu jetën tek Adami, fryu fjalët në këtë libër. Shkrimi është i frymzuar. E dini çfarë do thotë kjo, që Bibla është e gjallë, prandaj jep jetë, prandaj prodhon besim. Edhe ky është ndryshimi. Pra, Perëndia që pati fuqi ta frymzonte fjalën, sepse fjala është e gjallë, ka fuqi edhe ta ruajë atë. Ai nuk e frymzoi për ta humbur rrugës. Fjalën e Zotit, brez pas brezi, gjuhë pas gjuhe, dorë pas dore, jo, ai e ka ruajtur. Prandaj sot e mbajmë në duart tona të plot dhe të besueshme shkrimin, fjalën e Perëndis. Tek Hebrejt 4:12 thotë, sepse fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese dhe më e mpret se çdo shpatë me dy teje që dëpërton deri në ndarjen e dyshit të shpirtit, të frymës, të nyjeve, të palcës dhe është shquese e mendimeve dhe synimeve të zemrës. Por janë tre gjëra aty që shohim, është e gjallë, vepruese dhe e mpret. Dakord, është më e mpret, po është e mpret. Amen. Kjo nuk thuhet për asnjë libër tjetër. Nuk e gjeni te Shakespeare, ndonse ishte genial Shakespeare, as te Naim Frashi, megjithëse ne e nderojmë Naim Frashin si shkrimtarin e kombit, nuk diskutohet. Por vetëm një libër në botë e mban firmën e frymës së shenjtë. Është i vetmi libër që prodhon besim. Që është libri i jetës. Që na mëson se si të jetojmë. Dhe janë një provë nga vetë bota. Edhe sot ka shtete ku Bibla është ndaluar me ligj. E dini këtë? Nëse kërkoni cilat janë shtetet ku Bibla është ndaluar me ligj, po. Unë do them disa prej tyre: Kore e Veriut, Somali, Afganistan, Maldive. Ka edhe të tjerë që lexohen ose lejohen Bibla por sipas drejtimit qeveritar. Jo ashtu siç është fjala e Zotit, por e ndryshuar. Pse e them këtë gjë? Nëse Bibla do të ishte thjesht një libër i vjetër fetar, pse u dashka ndaluar? Dini, në kufi nuk ka ndalesë për poezi, për romane, për filozof, në kufit e kombeve. Ndërsa për Biblën, pse duhet jetë kështu? Pse duhet jetë për Biblën? Sepse dhe armiqtë e tij e din atë që disa besimtarë harrojnë që ky libër ka fuqi, ky libër ndryshon njerëzit, jetët e njerëzve. Është i fuqishëm. Ky libër ka fuqi edhe i ndryshon jetët e njerëzve, dhe njerëzit e ndryshuar nga fjala nuk skllavërohen dot lehtë. Ne besimtarët shqiptarë dim më mirë se kushdo këtë, po mesazhi i Biblës thekson se ekziston një autoritet suprem që është më i lartë se çdo mbret, se çdo president apo diktator. Dhe kur një njeri beson se jeta dhe dinjiteti vijnë nga Zoti dhe jo nga shteti, atëherë shteti bëhet i pamundur për t'i kontrolluar ata përmes frikës. Dhe kjo është ajo që i tmerron regjimet tiranike sot. Prandaj ndalojnë shkrimin. Fjalën e Perëndisë. Shikoni një varg që i jep emrin predikimit të sotshëm. Jezusi duke folur me dishepujt për fjalët e rënda që ai kishte thënë, që u ishin dukur atyre të rënda, është fryma ai që ngjall, mishi nuk bën dobi për asgjë. Fjalët që unë ju flas janë frym dhe janë jetë. Nga vetë goja e Krishtit. Pra fjala e Zotit nuk është thjesht informuese. Jo, ajo të jep jetë, të ngjallë. Kështu thuhet. Psalmisti kishte provuar shekuj më parë. Shikoni tek Psalmi 119 dhe vargu 50. Ky është ngushëllimi im në sfilitjen time, që fjala jote më ka ngjallur, fjala jote më ka dhënë jetë. Kjo është arsyeja pse predikimi quhet sot fjala që jep jetë. Jo si titull i bukur, por si doktrinë biblike, sepse Bibla nuk është thjesht libër për jetën, por është libri që jep jetë. Është libër që jep jetë, Edhe besimi lind prej saj, sepse vetëm ajo që është e gjallë mund të sjellë jetë. Edhe fjala e Zotit është e gjallë. Prandaj njerëzit që i besojnë shkrimet, ajo është një farë që nuk prishet, edhe që janë bitë Perëndisë që lindin. Sepse është një fjalë që i jep jetë.
Psalmi 19, vargu 7, vargu 10, ligji i Zotit është i përsosur, e konverton shpirtin, e ndryshon atë. Dëshmia e Zotit është e sigurt dhe e bën të urtë të thjeshtin. Statutet e tij janë për të dëshiruar më shumë se ari, gjykimet e tij janë statutet dhe gjykimet janë për të dëshiruar më shumë se ari, kështu flitet në kontekstu po ta lexoni. Po më shumë, po se sa shumë arsafi janë edhe më të ëmbla se mjalti dhe hualli i tij. Bibla është letra e dashurisë së Perëndisë për ne. Është e ëmbël, është e përsosur. Jobi tha, ai që kishte vuajtur shumë, njeriu që ishte ekstremisht i vuajtur, as nuk jam prapakthyer nga urdhrimi i buzëve të tij, kam vlerësuar fjalët e gojës së tij më shumë se ushqimin tim të domosdoshëm. Jobi e çmonte fjalën e Zotit më shumë se bukën e përditshme. Ne themi, po si të ri pa ngrënë, dhe kemi të drejtë në fakt. Ushqimi na duhet, por sa për ne thon si të ri pa fjalën e Zotit. Si të ri pa fjalën. Ushqimi ushqen trupin që një ditë do të vdes. Fjala ushqen shpirtin që do të jetoj për jetë. Edhe Jobi e kishte kuptuar se cila vlen më shumë. A e vlerësojmë fjalën e Zotit vërtet aq shumë? Më shumë se sa ushqimi i domosdoshëm që ne kemi nevojë çdo ditë? A kemi arritur aty si populli i Perëndisë? Si individ, si një kish, që ta vlerësojmë fjalën e Zotit aq shumë? Sikur ta ushqeni trupin tuaj, ashtu siç e ushqeni shpirtin me fjalën, sa do të jetoni? Disa prej nesh do të kishin vdekur nga kequshqyrja brenda 3 javësh. Mos ma përmend Mateun 4 që Jezusi duroi 42-40 net. Mos ju fut asaj. Duke agjëruar, ki kujdes. Po është pyetja serioze. Sikur ta ushqenim trupin ashtu siç ushqejmë shpirtin me fjalën, sa prej nesh do të mbijetonim? Le ta mendojmë seriozisht këtë gjë. Sepse fjala e Zotit është ushqim. Është ushqimi i shpirtit tonë. Edhe trupi nuk e lëm kur pa 3 vakte në ditë. Ka njerëz që han edhe një herë ose 2 herë në ditë, janë të fortë patjetër, por shpirtin e lëm me ditë të tëra. Pa e ushqyer. Ezra, te Nehemia 8 e kemi parë para disa javësh, nuk do të zgjatem këtu thjesht për përmend si një shembull. Po kur ata i lexuan popullit Perëndis fjalën e Zotit, ata filluan të qanin nga mëngjesi në mesditë. Mund të ishte 6 orë që ata dëgjonin fjalën e Zotit që lexohej aty. Edhe ata kishin një ngazëllim pastaj, jo thjesht një gëzim. Shikojeni këtu. Atëherë ju tha të gjithëve, shkoni udhës, hani majmërin, pini ëmbëlsinë dhe u dërgoni hise atyre për cilët s'është përgatitur gjë, sepse kjo ditë është e shenjtë për Zotin ton, as mos jeni të trishtuar, sepse ngazëllimi i Zotit është forca juaj. Gëzimi mund të jetë i brendshëm edhe shpeshherë dhe nuk duket, por ngazëllimi është të përfshin të tërin, bie në sy edhe duket. Dhe vërtet, të gëzohesh në Zotin kaq fort, deri në ngazëllim, është fuqi. Është fuqi. Edhe është rezultati i leximit të fjalës me besim, me pendim. Jo vetëm që besimi rritet, por gëzimi del si rezultat dhe ky ngazëllim bëhet fuqia jonë. Dhe pyetja ime është, para se të mbaroj, sa besimtar kemi sot pa gëzim, pa forcë, të dëshpëruar, të shkrejuar? Pse? Sepse nuk e dëgjojmë fjalën, nuk marrim nga burimi, sepse besimi vjen nga dëgjimi i fjalës së Zotit, edhe ngazëllimi vjen nga dëgjimi i fjalës, dhe atëherë ngazëllimi i Zotit bëhet fuqia jonë për të ecur përpara. Disa zbatime. Kur besimi dobësohet, mos e kërko zgjidhjen tjetër kund. Shko te fjala e Zotit. Shko tek fjala e Perëndisë. Je i mërzitur? Mos shko te fjala fillimisht. Shko te fjala. Besimi vjen nga dëgjimi i fjalës. Mjekimi i besimit të dobët është rritja e dëgjimit. Do dëgjosh fjalën, edhe nëse shkonte dikush të ndash provën, sa mirë do të ishte sikur në gojën e atij personi të ishte një fjalë nga fjala e Perëndisë. Sepse fjala e Zotit të rrit besimin.
Zbatimi 2, lutu para se të lexosh. 3 fjalë, Zot, fol. Zot, të lutem, fol. Pak të lutje, leximi bëhet akademik. Zotit I pëlqen një lexim, një bisedë me Atin. Një bisedë me Atin. Një skeptik I tha një besimtarit të moshuar. Interesant, me këtë histori duhet ta mbyll sot. I tha, si e di ti që ky libër është fjala e Perëndis? Ajo, besimtari e moshuar pra, u përgjigj me një pyetje. I tha këtij, si e di ti që dielli ka dalë? Edhe ky tha, po unë e shoh dritën, tha, ndjej rrezet, më ngroh trupin. Pikërisht ashtu, u përgjigj besimtarja. E di unë për këtë libër, e di që është I vërtet, e shoh dritën e tij, ndjej rrezet e tij dhe ai ma ngroh shpirtin çdo ditë. Argumentet e kanë vendin për njeriu që ngrohet çdo mëngjes tek fjala, për njeriu që ngrohet çdo mëngjes tek fjala, asnjë skeptik nuk e lukon dot. Besimi vjen me anë të besimit dhe besimi vjen me anë të fjalës së Perëndis. Le të ulim kokën gjithë. Sot pam si Zoti na flet dhe ne si e marrim ne fjalën e Tij. Hapi par hape Biblën. Bibla e mbyllur nuk të flet kurrë. Nuk e nderon Biblën duke admiruar, po e nderojmë duke hapur. Bëje Biblën të dukshme. Vëre aty ku mund ta shikosh, te komodina jote, tek divani, te tavolina e bukës, pranë ekspresit kafes. Vëre Biblën aty. Lexoje me zemër, sepse përmes leximit Zoti të flet ty. Edhe Davidi, edhe Solomoni kishin urdhër ta lexonin Biblën çdo ditë. A jemi ne më të mirë se ata? Hapi 3, besoje, sepse besimi vjen nga dëgjimi I fjalës. Fjala është e frymëzuar nga Perëndia, e ëmbël si mjalti. Dhe gëzimi I Zotit, nga zëllimi I Tij bëhet forca jonë. Besimi vjen me anë të dëgjimit, dëgjimi me anë të fjalës Perëndis. Fjala, dëgjimi, besimi. Sot pam si ta marrim fjalën, duke hapur, duke lexuar, duke besuar, po ky nuk është fundi, sepse fjala që të marrim duhet të na transformojë. Javën e ardhshme do të shohim 2 hapat e fundit. Por sot le të fillojmë me 3 hapat e parë. A mund të nesër mëngjes ose që sot në mbrëmje ose tani në drek, sido që të jetë, para se të hapni telefonin, hapni Biblën 15 minuta. A mund t'i lutesh Zotit, t'i thuash Zot, të lutem më fal. Të lexosh me zemër, e besimi yt do të rritet, sepse besimi vjen nga dëgjimi I fjalës. Kështu pra besimi vjen me anë të dëgjimit dhe dëgjimi vjen me anë të fjalës Perëndis. Kushtoj vëmendje leximit. Në qoftë se Zoti ka folur sot, a mund t'i thuash atij Zot, unë dua jo të jem gjykatës I fjalës, por dua ta lexoj fjalën tënde. A mund të marrësh një vendim sot, Zot, unë do të filloj rregullisht të lexoj disa kapituj në fjalë, nga fjala jote. Caktoje vetë numrin e kapitujve. Po a mund t'i thuash Zot, unë do të çohem në mëngjes, nuk e di, ndoshta do të vësh orën zile, nuk e di. Do të thuash Zot, unë dua të dëgjoj zërin tënd. Para se të dëgjoj celularin apo rrjetet sociale apo njerëzit e tjerë, kolegët e punës, Zot, unë dua të dëgjoj zërin tënd. Mundesh? Të studiosh fjalën e Zotit, ta duash atë, ta nderosh fjalën, ta admirosh duke hapur, duke lexuar, duke besuar. Zoti do të ndryshojë jetën tënde, besimin tënd, jetën tënde.
O Ati dashur, faleminderit për të vërtetën tënde, Zot, faleminderit që mund ta lexojmë çdo ditë jetës tonë, Zot. Faleminderit që mund ta jetojmë fjalën tënde, Zot. Mund të provojmë urtësinë tënde, Zot, diturinë tënde, mençurinë tënde, Zot, zgjuarsinë tënde. Faleminderit o Atë që ti je i mençur në mënyrën se si e ke shkruar fjalën tënde. Faleminderit që ne mund ta lexojmë, mund ta studiojmë, Zot. Faleminderit që mund ta trajnojmë mendjen tonë, zemrën tonë, që të mendojmë, të meditojmë për fjalën tënde, Zot. Na ndrysho zemrat, Zot, na ndrysho zemrat. Le t'i çojmë syt tek fjala jote, Zot. Le t'i lidhim ato si një gjerdan rreth qafës sonë, Zot. Ndrysho zemrat tona. Na bëj njerëz të librit, të Biblës, që e duam fjalën, që e jetojmë fjalën, që e nderojmë fjalën, që admirojmë fjalën duke e hapur, duke e lexuar, duke e besuar. Zot, na ndihmo që të jemi ndryshe në këtë botë e errët sot, ku njerëzit nuk dinë se çfarë hapash hedhin. Faleminderit që fjala jote është dritë. E të lutem drejtoj shpirtrat tanë, Zot, në atë shtegun e sigurt të rrugës tënde, që është një shteg drite. Zot, faleminderit që fjala jote është dritë, është mjalt, është qumësht, është shpat, është ujë, është stre. Zot, faleminderit. Është urtësi, është dituri. Zot, mbushi zemrat tona të jetojmë për ty. Na mëso, Zot, sepse duhet të rridhemi. Mendojmë se dim, por nuk dim derisa ti të vish, Zot, që të na bësh të përsosur në njohurinë që ti ke, Zot. Faleminderit për gjitha, Zot. Merr lavdi nga jeta jonë në emrin tënd të çmuar, lutem.